Lidhjet farefisnore. Në epokën e rrjeteve sociale, njeriu modern krenohet se është më i lidhur se kurrë me botën. Kemi mijëra miq virtual, ndjekim jetën e njerëzve të panjohur në anën tjetër të globit dhe shpërndaj mesazhe dashurie me një klikim. Por pas kësaj fasade të madhe komunikimi, fshihet një paradoks i dhimbshëm. Jemi bërë të huaj me ata që kemi më afër. Kemi harruar rrugën për tek shtëpia e xhaxhait, e dajës, e hallës apo e tezes. Jetojmë me muaj e vite pa dëgjuar zërin e kushërimve tan. Dhe shpesh e vetmja herë kur mblidhemi me njerëzit e gjakut është nëpër funerale. Pse u ftohen kaq shumë vatrat tona? Si arriti paraja, interesi dhe egoizmi të ngrinte mure kaq të larta mes njerëzve që ndajnë të njëjtat linjë gjaku. Sot do të kthehemi tek themelet e qenies son, aty ku Zoti gjithësisë e lidhi shpëtimin e njeriut me një koncept të shenjtë, ruajtjen e lidhjeve farefisnore. Për të kuptuar se sa rëndësi ka farefisi në Islam, duhet të udhtojmë pas në kohë, në natën më të rëndësishme të njerëzimit. Është nata kur qielli u lidh me tokën. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ndodhe i vetmuar në shpellën Hira, kur para tij u shfaq angjëlli Xhibril me shpalljen e parë. I tronditur nga madhështia e asaj që pa, me trupin që i dridhe nga frika dhe me zemrën që rrite me shpejtësi. Profeti alayhis salam zbriti me nxitim nga mali dhe vrapoi drejt shtëpisë së tij. Ai hyri brenda duke thirrur: "Më mbuloni, më mbuloni." Në atë moment, ankthi të tmerrshëm, ku çdo njeri do të dyshonte tek e vetja, bashkëshortja e tij e dashur Hatixha radiallahu anha tregoi se pse ishte gruaja më e mençur e historisë. Ajo nuk e pyeti për detaje, por e mori, e qetësoi dhe i tha fjalët që mbetën të gdhëndura si dëshmia e parë e moralit të tij. Ajo i tha: "Jo, pasha Allahun, Allahu nuk të turpëron e nuk të braktis kurrë, sepse ti i ruan lidhjet farefisnore, e ndihmon të pafuqishmin, i jep atij që nuk ka, e mirëpret mysafirin dhe mbështet të vërtetën." Vini re me kujdes. Gjë e parë që Hatixha radiallahu anha përmendi si garanci që Zoti nuk do ta braktis profetin ishte sepse ti i ruan lidhjet farefisnore. Që përpara se Islami të bëhej me ligje, agjërim dhe namaz, ruajtja e farefisit ishte vula e njerëzve të mirë. Ajo e dinte se një njeri që sillet mirë me njerëzit e gjakut të tij nuk mund të jetë kurrë i humbur në këtë botë. Në gjuhën arabe, fjala për farefisin është Ar-Rahim, e cila rrjedh drejt për drejt nga emri i Zotit Er-Rahman, i gjithëmëshirshmi. Zoti e ka marrë këtë koncept në mbrojtjen e tij të drejtë për drejtë. Në Kuranin pamlart, Allahu i drejtohet njerëzimit me tone paralajmëruese. Ai na tregon se ata që i kpusin lidhjet me njerëzit e gjakut nuk janë thjesht duke bërë një gabim social, por janë duke tërhequr mbi vete mallkimin e tij. Në surën Muhammed, ajetet 22 dhe 23, Allahu thot: "A pritet prej jush, o hipokrit, që nëse merrni pushtetin, të bëni të merre në tokë dhe t'i shkatroni lidhjet tuaja farefisnore? Të tillë janë ata që Allahu i mallkoi, i bëri të shurdhër dhe u averboi sytë e tyre." Ky ajet rëndon në shpirt. Zoti e barazon shkatrimin e lidhjeve farefisnore me korrupsionin dhe tmerret në tokë. Kur një familje ndahet, kur vëllezërit nuk flasin me njëri tjetrin për shkak të një vije uji apo një trashëgimie të përkohshme, aty zbret zemrimi i qiellit. Kushdo që mendon se mund të jetë i lumtur duke pasur prindrit apo farefisin e mërzitur, është duke jetuar në një gënjeshtër të madhe. Nëse pyesni sot njerëzit në rrugë se çfarë duan më shumë në jetë, shumica do ju thonë: "Dua të kem më shumë para, suksese në punë dhe një jetë gjatë të shëndetshme." Ne lodhemi duke bërë plane, trajnime dhe strategji biznesi për të shtuar të ardhurat. Por a e dini se profeti alayhis salam na ka dhënë një recetë sekrete për rritjen e pasurisë që nuk kërkon asnjë investim monetar? Në hadithin autentik të transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, profeti alayhis salam ka thënë: "Kush dëshiron që t'i shtohet risku, furnizimi dhe t'i zgjatet jeta, le t'i mbaj dhe t'i rregulloj lidhjet farefisnore." Kjo është garanci profetike. Kur ti viziton farefisin tënd, kur i ndihmon ata financiarisht, kur bëhesh shkak për t'u gëzuar zemra e tyre, Allahu hap dyert e qiellit për ty. Bereqeti në para dhe lumturi nuk vjen nga ajo që grumbullon me egoizëm, por nga ajo që shpërndan tek njerëzit e tu të gjakut. Por këtu vjen pyetja që mundon shumë njerëz sot: po sikur farefisim të jetë i keq, po sikur ata të më kenë bërë padrejtësi, të mos më ftojnë e të mos më duan. Islami ka përgjigjen edhe për këtë. Profeti alayhis salam ka thënë: "Nuk quhet mbrojtës i lidhjeve farefisnore ai që u kthen vizitën atyre që e vizitojnë, pra që sillet me reciprocitet, por mbrojtësi i vërtet i farefisit është ai që kur të tjerët i shkpusin lidhjet me të, ai bën çmos për t'i lidhur ato sërish." Të sillesh mirë me atë që të respekton,
kjo është thjesht edukat tregtare. Por të shkosh tek halla apo xhaxhai që nuk të flet, të shtrish dorën e pajtimit te kushuriri që të ka fyer, ky është besimi i vërtet. Kjo është forca e shpirtit që të ngrembi egon tënde. Dietarët e mëdhenj muslimane kanë parë parefisin si një provë të madhe të sinqeritetit të besimtarit. Imam El Ghazali ka thënë: nuk ka dobi asnjë nafile, namaz apo agjerim vullnetar, nëse besimtari ka lënë pas dore detyrimet ndaj prindërve dhe njerëzve të gjakut. Shoqëria korruptohet kur njeriu bëhet bujar me të huajt dhe i ashpër me njerëzit e tij. Ibn Hajar El Asqalani shpjegon se në ditën e gjykimit, lidhja farefisnore, Ar-Rahim, do të marrë formë dhe do të kapet pas fronit Allahut, Arshit, duke thënë: o Allah, kush më mbajti mua të lidhur, mbaj atë të lidhur me mëshirën tënde, dhe kush më këputi mua, këputa atë nga mëshira jote. Dhe Allahu do të përgjigjet: unë kam pranuar. Sot, në botën moderne, si duhet sillet muslimani? Dietarët na thonë se nuk kam arsyetime. Nëse nuk ke kohë të udhëtosh, ke në dorë një telefon. Një telefonat prej 2 minutash, një mesazh i thjesht ku shkruan: o xhaxha, si je? Desha vetëm të di se si je me shëndet, a ke nevojë për diçka? Ky veprim i vogël mjafton për të thyer akullin dhe për të shpëtuar nga kategoria e atyre që i kpusin lidhjet. O ti që po e shikon këtë video, jeta është jashtëzakonisht e shkurtër. Ditët po ikin si era dhe vdekja nuk pret që ne të zgjidhim rreziqet apo inatet tona. Askush nuk na ka ikur nga kjo botë duke marrë me vete krenarinë e kot apo parat për të cilat u grind me vëllan apo kushuririn. Kur të mbaroj kjo video, bëje një gjest që peshon rëndën në qiell. Kërko falje nëse ke gabuar. Telefonoj atë të afër me të cilin ke kohë pa folur. Shko vizitoj atë hall apo tezë të moshuar që prete vetëm një trokitje në derë. Mbylli syt para gabimeve të tyre dhe hapi krahët e tu të mëshirës. Mos harro, rrënjët e tua janë aty. Ti nuk mund të fluturosh lart në qiell nëse i ke prerë rrënjët e tua në tokë. Ruaje farefisin tënd, që Allahu të ruaj ty kudo që të jesh. Lidhe atë që të ka këputur. Mëshiro njerëzit e gjakut, që të mëshirojë Zoti i gjithësisë.